إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj në rrugën e drejtë përpos se me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, as teqe, as tyrbe, as varr, as gjë tjetër përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, o ju robër të Allahut, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju robër të Allahut, o ju robresha të Allahut, kijani frikën Allahut dhe dijeni mirë se kjo botë, siç e kishte fillimin e saj, ashtu do të ketë edhe përfundimin e saj. Çdo krijesë që ekziston në rrezullin toksor apo në këtë univers, siç e pati fillimin, do ta ketë edhe përfundimin. Përveç Allahut, I cili është krijuesi, nuk ka përfundim. Prandaj ne duhet përgatitemi për atë ditë e cila do të na vijë patjetër. Pra përfundimi I gjithë neve do të jetë patjetër. Allahu I madhëruar thot: "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim." O ju njerëz, Allahu po I bën thirrje jo vetëm muslimanëve veçanti, por I bën thirrje të gjithë njerëzve në përgjithësi duke thënë: O ju njerëz, kijani frikën Allahut dhe dijeni mirë se dridhja e tokës me dridhjet e saj një pas njëshme është diçka e llahtarshme, është diçka shumë e madhe. Ne në këtë botë e shohim që tërmetet na friksojnë dhe nuk zgjasin më shumë se një minutë. Na fusin të merrin, po tërmeti I ditës kiametit që nuk ndalet asnjëherë. Ai tërmet nuk ndalet asnjëherë derisa Allahu ta shkatërrojë çdo gjë, dhe të përfundojë çdo gjë. Dhe thot Allahu I madhëruar në Kur'anin famullar duke vazhduar: "Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid." Ky ajet po na e përfituron ditën e kiametit si diçka shumë të tmerrshme. Ai sa thot: "Kur ta shihni kiametin o ju njerëz, thot Allahu, atë ditë gruaja që I jep fëmijës saj gji, që I jep qumësh, do ta hedh fëmijën e vet." Subhanallah, nëna është shumë e mëshirshme me fëmijën e vet dhe nuk guxon dhe nuk ajo nuk e kërkon këtë gjë që ta hedh fëmijën e vet. Nuk I shkon mendje, mirë por atë ditë nga që është ditë e vështirë, ditë e llahtarshme, e hedh fëmijën e vet. Do të shoh vetën e vet. Po ashtu thot ajo grua që është shtatzën, që është me barr, e hedh barrën e saj, e hedh fëmijën e saj, e aborton fëmijën e saj nga tmerrja e saj dite. Prandaj, çfarë thot Allahu I madhëruar në Kur'anin famullar, duke vazhduar, thot: "Dhe do të shohësh njerëzit si të dehur, por nuk janë të dehur." Njeriu ku është I dehur, shkon saktesa andej nga tmerri I asaj dite, subhanallah. Pra njeriu ku është I dehur, ecën saknesa andej se nuk e ka trurin në rregull, edhe në ditën e kiametit nuk do ta ketë trurin në rregull, sepse sheh llahtarit madhe, dridhet një pasojshme, çdo gjë nuk funksionon siç ka funksionuar. Kjo botë kaq e qetë, kaq e mirë, me gjelbërim, me gjithë të mirat, do të shndrohet në një tmerr dhe pasiguri atë ditë. Subhanallah. Wa tara an-nasa sukara, do të shohë njerëz si të dehur, si të pirë. Wa ma hum bisukara, por ata nuk janë të dehur. Realiteti është se ata kanë frikë të madhe, sepse dënimi I Allahut është I ashpër, thot. Atë ditë o vëllezër, aq e vështirë është, sa që Allahu thot në Kur'anin famullar: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa banih, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Atë ditë do ta shohësh vllajin, do tiki nga vllai i vet. Do tiki babai nga i biri dhe i biri nga babai. I thot babai i birit vet, i ka vllaz as njoh, pashallahun. Babai i thot birit vet, nuk të njoh. Edhe nëna po ashtu, nuk të njoh, thot, largohu, kam çështjen time, kështu thot Allahu. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Atë ditë çdo kush do të ketë hallin e vet, do ketë problemin e vet që shqetëson. Më mjaftojnë hallet e mia, thot, largohu prej meje. Subhanallah, edhe nëna për fëmin e saj, që saj më shishme është nëna për fëmin e saj. Subhanallah. Thot, wujuhu yawma idhin musfira. Atë ditën e Kiametit, që është ditë e bahtashme, disa fytyra do të jenë buzëqeshura, të shkëlqyera, rrezëllore, që shkëlqejnë si drita e diellit. Pse? Wujuhu yawma idhin musfira, dhahikatu mustabshira, do të jenë të qeshura. Përse? Se kanë punuar mirë në dynja dhe ata janë të sigurt nga dënimi i Allahut, se Allahu i ka mbrojtur në arshin e vet, në hijen e arshit vet. I ka mbrojtur Allahu me mbrojtjen e vet. Wa wujuhu yawma idhin 'alayha ghadara, dhe do të shohësh disa fytyra të pluhurosura nga tmerri, nga ajo vështirësia e asaj dite, të pluhurosura thot. Wujuhu yawma idhin 'alayha ghadara tarhaquha qatara, do të jenë të nxira, ulaika humul kafaratul fajra, pikërisht ato që do të kenë fytyrë të nxira janë ata që kanë mohuar Allahun e madhëruar. Allahu mos na bëj për ato që mohin Allahun e madhëruar. Po pashallah në vëllezër, ajo ditë është ditë e vështirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith sakt, thot si të lumturohem unë, si të qetësohem unë, si të jemi qetë unë, kur Israfili alayhi salam, ky me lajë e ka shemame, e mban atë borin apo bririn për t'i fryrë. Po pashallah, ka një brir që Allahu ja ka vendosur një urdhër që kur t'i fry një herë ati briri, do të vdesin gjithë krijesat, pa përjashtim. Përveç atyre që do Allahu me i lënë për përjashtuar. Po ashtu, ai do t'i fry edhe një herë tjetër që të rinjallën pastaj gjithë. Subhanallah. Wa nufiqa fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man sha Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Thot Allah i madhëruar, atë ditë do t'i fryhet surit, do t'i fryhet bririt, edhe do të shohësh gjithë krijesat të vdekura. Illa man sha Allah, përveç atij që do Allahu. Thumma nufiqa fihi ukhra, pastaj i fryhet edhe një herë bririt nga ana e Israfilit alayhis salam. Dhe çfarë bën? Të gjithë krijesat do të shohen dhe do të shohin tmerrin e madh, ku do të jenë tubuar para Allahut e madhëruar, ku kjo botë që është kaq e gjerë do të zëvendësohet edhe me një tokë më të gjerë, ku do të me miliarda njerëz që kanë kaluar dhe me miliarda që do vinë deri te Kiameti, do të tubohen në një shesh të vetëm para Allahut te baraka ve taala. Wa ji'a yawma idhin bi jahannam. Atë ditë do të vihet me xhehenemin. Allah i madhëruar thot në këtë ajete, Allah i madhëruar thot: "Wa nufiqa fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man sha'a Allah, thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Wa asraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab." Thot Allah i madhëruar, toka do të shkëlqejë me dritën dhe me nurin e Allahut dhe do të vendoset libri i veprave të mira ose të këqija. Wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin-nabiyyin wa ash-shuhada. Atë ditë do të vihen pejgamberët, do të dëshmojnë për popujt e tyre që o Allah, këto s'na u përgjigjen neve, këto thanë që nuk ekziston bota tjetër, këto thanë që nuk do të ringjallemi, ama ata vinë për dëshmuar para Allahut, edhe do të vinë edhe dëshmitarët. O ji'a yawma idhin, edhe do të thonë do të vinë me pejgamberët dhe thotë udhi al kitab, dhe do të vihet libri, dhe do të vihet pejgamberët, dhe do të vinë dëshmorët. Edhe atë ditë do të ketë dënim të ashpër. Atë ditë do të japim llogari gjithë para Allahut te baraka ve taala. Allahu na bëj për atyre që e kalojmë atë ditë me lehtë dhe jo me vështirësi rabbel alamin. Po Allahu na e përshkruan në surën El-Qari'a, krisma e Kiametit. Thot Allahu, ç'është krisma e Kiametit? Dhe ç'do mësoj ty Muhammed se çfarë është krisma e Kiametit? القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Atë ditë do t'i shohësh njerëzit si insekte të shpërndara. E keni parë o vëllezër kur ja prish atë shtëpinë insekteve apo milingonave si shpërndahen? Kështu do shpërndahen njerëzit atë ditë. Dhe malet do t'jenë si lesh i shprishur. Do të ecin malet tutje, do të zëvendësohen malet. Qielli do të shahet, hëna do të derdhet,
Dielli do të mbulohet pa drita e tij me errësirë, do të bien yjet dhe tmerri ka plon çdo gjë. Dhe thot Allahu i madhruar, kush ka punuar një vepër të mirë, qoftë sa grimca, do ta gjejë ke Allahu. Ke vepruar një sadaka, ke falë një namaz, ke bërë një vepër të mirë, çfarë do qoftë ajo? Qoftë sa një grimc, Allahu do ta vlerësojë atë vepër. E nëse ke bërë një vepër të keqe sa grimca, do ta gjesh ke Allahu. Prandaj ata që bëjnë zullume, ata që bëjnë padrejsi, ata që hyn hak tjerëve, ta dinë mirë se ka Allahu një grimc nuk shpëton, e jo më ti bësh njerëzve padrejsi pafund. Allahu na ruaj. Pra ditë do të jetë ditë të mërshme, ditë e llahtarshme. Ama ati që i peshojnë veprat e mira, thot Allahu pastaj ata do të jenë në xhenet. Do të jenë në jetë të kënaqshme, të begat në xhenetet e Allahut. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siç thot Allahu i madhruar, siç e ka përshkruar, thot kurse ati që ja peshorja veprave të mira i ka pak, ndërsa peshorja veprave të këqija e ka shumë, thot nëna e tij, si ka krahasuar Allahu, sepse njeriu ku e ka strehun, fëmia ku e ka strehun? E ka ke nëna e vet. Pra strehohet ke nëna e vet, ke preri i saj. Po ashtu, këta strehën e tyre, prehrin e tyre, do ta ketë xhehenemi, thot Allahu. Nëna e këtyre njerëzve, pa prerja e këtyre njerëzve, streha e këtyre njerëzve do të jetë xhehenemi, thot. Dhe çfarë të mësoj ti o Muhammed, ç'është kjo hamie, thot, ç'është hamie? Thot narun hamie, zjarr që përvlon fort njerëzit, ja djeg lëkurat, ja rrezon mëlçit dhe të brendshmet e tij për tokë. La ilaha illallah. O vëllezër, ajo ditë është shumë e vështirë pasha Allahun. Thot Allahu i madhëruar, ajo ditë është e vështirë. Shiko, ajo ditë është e vështirë, por për jo besimtarët akoma më e vështirë, thot. Pra që ka e vështirë edhe për besimtarët, e llahtarshme, e tmerrshme, ka plon një tmerr i madh. Allah është i dhuru shumë. Wallahi Allahu nuk është i dhruar si atë ditë as një ditë tjetër. Dhe nuk do t'i dhrohet pas asaj ditë as një ditë tjetër më shumë se aq. Se Allahu aty shfaq i dhrimin e tij të plot për çdo kryeneç. Dhe thot Allahu, "Ejna al-muluk", ku janë mbretërit, thot Allahu. Dhe ku janë të bijtë e mbretërve? Ku janë? Këta që thoshin unë jam Zoti i madh, siç ishte faraoni që tha unë jam Zoti më i madh. Ku janë këto që i shkelën njerëzit në përkëmbë? Ku janë këto që tregojnë mendimasi në për tokë, që i nënshmun njerëzit? Ku janë sot? Asnjë nuk përgjigjet. Kanë frikë. Kush mundet të thotë unë jam këtu? Përveç Allahut. Dhe Allahu, pasi asnjë nuk përgjigjet, çfarë thon? Thot Allahu i madhëruar përgjigjet dhe thot: Lillahi l-wahidil qahhar. Pushteti i takon Allahut, Zotit fuqi plot. O vëllezër, të përgatiteni për këtë ditë që po na vjen, vallahi. Ajo nuk është larg pasha Allahun. Shenjat e kiametit të voglat, po thuaj se kanë dalë të gjitha përveç pak prej tyre. Dhe disa përsëriten. Profeti alayhis salam tha, nuk do të ndodh kiameti pa u shpeshtuar zinaja, është shpeshtuar immoraliteti. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk do të ndodh kiameti pa u bë halal pijet alkolike dhe muzika. Është bë halal sot. Ka besimtar musliman, Allah ju uzoft, që thon s'është haram muzika, thot. Pasha Allahun. Edhe kjo koka art. Thot profeti alayhis salam, do të shpeshtohen vdekjet e papritura. Wallahi, para një javë dëgjova që një grua vdiq nga infrakti. Po infrakti kjo është pra. Është vdekje e papritur, duke qenë njeriu mirë, duke fol me të, e kap infrakti vdes. Edhe këto janë shtuar. Thot profeti alayhis salam, nuk do të ndodh kiameti për çfarë? Pa u përhap vrasja e tepërt. E keni pasi vritet njerëzit sot. A thu se të ishin një insekt i vogël, vritet edhe nuk dihet. Thot, aq shumë do vriten njerëzit në kohë kiametit, pa kiametit, thot, saqë i vrari nuk di pse është vrar. Nuk e din ai shkreti, nga i erdhi plumbi, nga i erdhi vrasja. Pas edhe vrasësi nuk e di pse ka vrar. Nuk e dim se ka njerëz sot që i quajnë vrasës me pagesë, apo jo? Pa këto vrasë me pagesë ai nuk e di pse po e vret. Nuk e di ç'është, thjesht i ka thënë filanit, paguaj unë vrite. Kaq, subhanallahu. Dhe kjo është edhe në këtë sotme. Domethënë shumica e shenjave të kiametit kanë dalë të voglat. Kanë mbetë sa shenja të vogla që nuk kanë dalë, dhe po dolin edhe ato pastaj dhe përfunduan, dhe përfundon çdo gjë sa doja Allahu te bareke ve taala të jetojmë këtë botë. Atëherë vijnë shenjat e mëdhaja. Dhe shenjat e mëdhaja pastaj i ikin sikurse ato ruazat. E keni patur ruazat që dalin nga ai domethënë peri, ashtu do dalin edhe shenjat e kiametit mëdhaja. Pa do dalin njëra pas tjetrës. Doli për shembull po themi Dexhali,
do dal Isa alayhis salam, do dal zjarri, do dal tymi, do dal kafsha nga toka që do i vulos njerëzit kush është besimtar dhe kush nuk është besimtar, do dal dielli nga perëndimi. Po, do lind dielli nga perëndimi. Aty nuk pranohet më pendimi. Do të lind dielli nga perëndimi, jo nga lindja. Dhe do ketë 3 shafitje të mëdha, një në gadishullin arabik, një në lindje dhe një në perëndim. 3 shafitje të mëdha tokës, të mëdha shumë para kiametit. Këto janë shenja të mëdha fare, që këto dalin një pas njëshme dhe pastaj ndodh ajo llahtaria e madhe, që Allahu na ruaj nga ajo llahtari dhe na bëf për atyre që përgatiten pak sa llahtarie të madhe, se me të vërtet ne jemi të hutuar pasha Allahun. Ne jemi të hutuar, me të vërtet Allahu na thot në Kur'an më lart, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, a mos vallë menduat se ju kemi krijuar kot dhe se nuk do të ktheni ke ne. Po pasha Allahun, Allahu na ka kriju për na provuar se kush punon më mirë, se kush do të përgatitet për botën tjetër, se kush do të adhurojë Allahun, se kush do ta njohë Allahun. S'na ka krijuar Allahu vetëm për të jetuar këtë botë, si ato kafshat punë bën, jeton, pra shumohet, han, flen, kaq. Edhe ne nëse ne bëjmë një të gjë si kafsha, pra bëjmë shtëpit, pasurohemi ku shumë rrallë, hajm, flem dhe nuk dim gjë tjetër përveç kësaj, jemi më keq se kafsha, s'ka logjik. Prandaj o vëllezër, ne ju acekim prapë dhe ju acek prapë, se dikush do të më keq kuptoj, dikush do t'i kap gjërat nga pak, domethënë, e shkëputet dhe thot, këto vetëm mendojnë të adhurojmë Allahun dhe të rrim xhami. Po ja përsëris dhe ja ka përsërit nga 3 vite që ligjëroj këtu, vallahi, nuk ka pas nësa xhuma që ja kam cek që punoni për dynja. Nuk ka problem. Mos e harroni pjesën tuaj të dynjas, punoni, do mbani dhe familjet, do pasuroni, s'ka problem. Ama mos e harroni kur botën tjetër. Vallahi. Nuk të kushton asgjë me fal një xhuma, e nuk kushton asgjë me shku me i rënë sejdë Allahut një 5 minutë për një namaz. E nuk kushton asgjë me dhënë zakatin nëse ke mundësi me dhënë zakatin. E nuk kushton asgjë me kry haxhin nëse ke mundësi me kry haxhin. Me i kursy gjatë gjithë jetës një 7 milion lekë, apo varet sa mund të shkoj haxhi se ndryshon vit për vit. Pa nuk kushton gjë valla. Bëj këto gjëra dhe shpëton para Allahut te bareke ve teala. Elus Allahu na madhruat ti bëj dobish me këto që u than, të më fal mua dhe juve, dhe të na udhëzoj Allahu në rrugën e drejtë, të na kthjelloj se me të vërtetë jemi të hutuar. Allahu na falë, na mëshiroft, na udhëzoft, na drejtoft. E Allahu madhruar na fut në xhenetet e tij, në xhenetet e tij të larta dhe na mundsoft të themi fjalën e fundit, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah.